Alar ushqimor, Elka Heth në treg makarona me insekte shqiptarët i konsumuan Elka Hesht, një produkt i rrezikshëm i pasigurt për konsumatorin ka hyrë në tregun shqiptar. Më konkretisht makaronat Tortiglioni Bareti 500 gram të importuara nga Greqia janë gjetur të kontaminuara me insekte. Te ky produkt është konstatuar prania insekteve miell ngrënësi i Surinamës dhe kalandra e grurit. Mish ngrënësi i Surinamit është një insekt që ndot ushqimin me feqe, lëkurë të hedhur dhe vezë, duke bërë produktin të papërshtatshëm për konsum. Ndërkohë, kalandra e grurit është edhe më problematike. Ajo zhvillohet brenda kokrës së grurit duke shkatëruar atë nga brenda para se të përpunohet në ushqim. Prania e saj në makarona tregon se gruri mund të ketë qenë infektuar në magazinë ose në origjinë. Konsumimi i këtij produkti mund të shkaktojë alergji, probleme gastrointestinale dhe kontaminim bakterial, veçanërisht tek fëmijët dhe personat me imunitet të dobët. Kanë qenë kontrolle të AKU-s në terren që kanë konstatuar hedhje në treg të makaronave me insekte. Mediat i kanë drejtuar një kërkesë për informacion AKU-s, ku është bërë me dije se sasia e makaronave me insekte e importuar në vendin tonë është 3780 copë me peshë 500 kg për pako. Sasia e produktit të shitur është 2742 copë dhe sasia e makaronave të bllokuara është 1038 copë. Nga mediat i është kërkuar AKU-s që të informojë qytetarët se cila është kompania që ka importuar këtë produkt. Ky institucion në mënyrë të përsëritur refuzon të bëjë transparencë me median dhe publikun dhe në kundërshtim me ligjin për të drejtën e informimit fsheh subjektin që ka importuar dhe tregtuar makaronat me insekte. Burimet për media bëjnë me dije se subjekti që ka hedhur në treg të produkt është Elka, në respekt të detyrimit profesional për të informuar publikun në mënyrë të saktë. Jemi drejtuar me një kërkesë për informacion subjektit Elka. Kjo kompani nuk i ka kthyer përgjigje kërkesës për informacion. Sipas të dhënave zyrtare, sasia 2742 pako makarona me insekte është shitur në qytetin e Durrësit. Ky rast është një kërcënim i drejt për drejt për sigurinë ushqimore dhe një test i dështuar i transparencës institucionale, sepse kur produktet futen në makarona, problemi nuk është në pjatë, por është në të gjithë zinxhirin që duhet ta kishte ndaluar këtë produkt shumë më herët.